Territori i Kosovës për datën 18 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i kthjellët, të i qëndrueshëm me intervale të gjata me diell në të gjithë territorin. Gjatë pasdites do të mbizotërojnë mod me diell dhe pareshje. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 31 gradë. Era do të fryhet nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:38 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:41 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 30 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 29 gradë. Pej 14 deri në 29 gradë. Prishtinë 14 deri në 30 gradë. Qakov 16 deri në 31 gradë. Malishev 16 deri në 31 gradë. Gjilan 15 deri në 30 gradë. Ferisaj 15 deri në 30 gradë. Kaçanik 14 deri në 29 gradë. Suharek 16 deri në 31 gradë. Prizren 16 deri në 31 gradë Celsius.